GKKO ka shpallur vendimin për 6 të pandehurit e dosjes Metamorfoza 2 të akuzuar për një seri veprash penale përfshirë trafikimin e narkotikëve, sigurimin e kushteve për vrasje dhe pjesëmarrje në grupe të strukturuara kriminale. Të gjithë akuzuarit kanë përfituar ulje të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Mes të dënuarve është Dedan Gjoni, ish shefi i krimeve, i cili mori 12 vite burg, por do të vuaj 8 vite pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar. Ai u shpall fajtor për trafik narkotikësh, shpërdorim detyre dhe sigurim kushtesh për vrasje. Sipas vendimit, Ismail Zeneli u dënua nga GKKO me 15 vite burg, por pas gjykimit të shkurtuar do të vuaj 10 vite. Ai akuzohet për trafik narkotikësh, për krahje të grupeve kriminale dhe sigurim kushtesh për vrasje. Bujara Jeti e Gremizi u dënua me 9 vite burg, ndërsa do të vuaj 6 vite pas të shkurtimit të dënimit. Ajeti njihet për lidhjet me trafikun e drogës dhe u shpall fajtor për sigurimin e kushteve për vrasje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Me 6 vite burg u dënua Adrian Senaj Dedja, i cili pas gjykimit të shkurtuar do të kryej 4 vite heqje lirie. Edhe Besmir Murati dhe Albert Prenga u dënuan secili me 12 vite burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar do të vuajnë 8 vite. Ata u akuzuan për trafik droge dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Gjatë hetimeve janë sekuestruar telefona, armë zjarri, automjete dhe dokumente financiare të dyshimta. Sipas dosjes, të pandehurit dyshohet se e kanë siguruar kushtet për vrasjen e Albert dhe Edmond Tunela në Britani në kuadër të një hakmarrjeje, si dhe kanë qenë të përfshirë në trafikimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian.